Janë disa gjëra të cilat nuk presim, pra nuk kanë kohë me pritë dhe duhet me i bëu në mënyrë emergjente dhe shoqënitë janë të prirura që disa prej elementeve me i lënë ose të historive me i lënë thjesht pa u dëshmu dhe pa u dokumentu, duke i kap kjo emergjenca apo aktualiteti i përditshëm. Realisht kur kemi vendosur me hy kësaj pune ka qenë koha e Covidit. Dhe arsyeja pse kemi vendosur me hy në këtë kohë është që kemi pas një reflektim, kisha me thonë personal secili prej anëtarëve të ekipit, pse nuk i kemi marrë familjarët tonë të paktën në intervista me dokumentu ata çka ka ndodhur gjatë luftës në vendin tonë. Dhe kemi vrejtë që një pjesë e njerëzve në Covid, për shkak të vdekjeve natyrore, kanë shku bashkë me historitë e tyre. Dhe kemi dashur thjesht këta mos me toleru më dhe me nis, thjesht me dokumentu sa më shumë njerëz që kanë historitë të tyre për ngjarjet të cilat kanë ndodhur prej luftës. Dhe mbi këtë bazë kemi vendosur me intervistu njerëzit. Fatkeqësisht në këtë kohën kur kemi bërë intervista, na veç kemi edhe njerëz të parë të cilët kanë vdek masi kemi intervistuar na. Kujtoj që tash një vjet kemi filluar me intervistat me zhvillu dhe kemi para transmetimit të njënës për intervistave veç që kemi personin e parë të vdekur dhe jemi dashur post-mortem me transmetu intervistat e tij. E dyta që është shumë e rëndësishme po ashtu për krejt audiencën është fakti që këta njerëz të cilët i kemi intervistuar, pjesën më të madhe të historive tyre nuk i kanë nda as me familjarët e vet. Pra duhet me pas parasysh që familjarët të cilët kanë dëshmi për krimet e luftës, familjarët të cilët kanë përjetu prej luftës, vendosin me një moment tjetës që me rujt familjen prej krejt asoj traume dhe mos me nda me ta. Dhe mbi këtë bazë ne kemi vendosur se thjesht këtyre njerëzve m'ia u dhon mundësinë me dhon rrëfimin e tyre, me dhon rrëfimin e tyre në mënyrën më të vrazhtë, po e quaj kështu, dhe tash familjarët e tyre brez pas brezi me pas mundësi me u fut dhe me pa online krejt rrëfimin. Ajo që kemi pa në dokumentarët vetëm një pjesë e shkurt, për shkak se secili rrëfim i këtyre njerëzve është 3 deri në 4 orë i gjatë dhe dokumenton krejt ngjarjet të cilat kanë ndodhur. Pra, ne i kemi mundu bukur shumë familjarët në mënyrë që thjesht me mujt me marrë rrëfimin e plot. Qëllimi kryesor i kësaj nisme, qëllimi kryesor i kësaj nisme të dokumentimit të thjesht me prek ndërgjegjen e njerëzve të cilët kanë informacione dhe kanë thjesht mujt me na dhënë informacione për vendodhjen e trupave të zhdukur. Pse e kemi bërë këto? Nëse ju si jurist keni me ndjek proceset gjyqësore, qoftë në Hagë, qoftë në Kosovë, qoftë në gjykatat e tjera ndërkombëtare, keni me vrejt që njëna prej elementeve kryesore në hetimin e krimeve të luftës janë dëshmitarët. Dhe jo dëshmitarët të cilët janë në anën e viktimave, po dëshmitarët të cilët janë në anën e agresorit. Dhe ne synojmë me gjetë dëshmitar në anën e agresorit. Njerëz të cilët kanë pa ku ju vorrosta njerëz, kanë pa dhe kush i ka vrarë, dhe presim që edhe në radhët e tyre me pas njerëz të cilët në prag të vdekjes, në shtrat të vdekjes, kanë me ra pishman çka kanë bë, dhe thjesht kanë u kthy dhe me rrëfy çka kanë bë edhe shokët dhe kolegët e tyre. Fatmirësisht në disa raste kemi pas dëshmitar të tillë dhe edhe nëse futin në tribunalin e Hagut s'keni me gjetë ushtar, polic, njerëz të cilët kanë marrë pjesë në procesin e varrimit, të cilët janë bë dëshmitar të mbrojtur të prokurisë, dhe këta njerëz synojmë me i gjetë dhe me i bë target. Qysh kemi synuar me bë këtë punë, është bukur e vrazhtë dhe bukur e vështirë me u bë. Qysh e pat në dokumentar nuk janë të intervistuar vetëm viktimat shqiptare. Pra nuk janë vetëm shqiptarët që janë intervistuar si viktima, mirë po ne kemi intervistuar edhe 11 serb dhe dikun afër 20 rom mashkali dhe egjiptas të cilët po ashtu janë pjesë e kësaj serie të dokumentimit. Dhe këta njerëz kanë me ulë me familjet e tyre me i pa dokumentarët. Për shkak se pjesëmarrëse janë dhe familjarët e tyre, dhe aty nuk kanë me pa vetëm historinë e njënës etni, por kanë me pa historitë të gjitha etnive të tjera, dhe mbi këtë bazë ne synojmë me prek ndërgjegjen e këtyre njerëzve. Kemi situata ku në të njëjtin fshat kemi 2 pjesëtar të 2 komuniteteve të zhdukura. E kemi situatën e fshatit Slovi, ku atje janë mbi 30 shqiptarë të zhdukur, dhe kemi 3 shqiptarë të cilët i kemi intervistu si familjarë personave të zhdukur, po e kemi edhe një gru serbe që ka djalin e zhdukur atje. Dhe ne presim që me anë të këtij dokumentari, me thirrë ndërgjegjen e shumë qytetarëve serb të cilët kanë pa se çka ka ndodhur në masakrën e Slovisë, dhe presim që ata mu kthy dhe mu shëndru në dëshmitar për atë ngjarje tragjike që ka ndodhur afër qytetit të Prishtinës.